po sepse jeta nuk është vetëm ardha fizike e një fëmije në këtë jetë. Ai fëmijë ka nevojë për botë, për dashuri, për botë ndjenjash. Nuk ka gjë më të thjeshtë ta kuptosh këtë, sa Zoti e bori fëmin pjesë të trupit të nënës. Ai del prej trupit të nënës. Ai është i lidhur me nënën. Prandaj kur u pyet profeti alayhis salam, cili është më i meritueshëm për respektin dhe vlerësimin tim o i dërguar i Zotit, ai tha është nëna jote. Pastaj pyeti për herën e dytë. Po pastaj, pas nënës kush vjen? Tha është nëna jote, e tha edhe të tretën nëna jote, pastaj tha është babai yt. Kjo nëse është diferencim, kjo është diferencim pozitiv. Sepse kjo nënë, më thënë, ka bërë aq sakrificë dhe ka sakrifikuar aq shumë dhe është aq e lidhur me ty, saqë një fjalë jote, sa do e vogël, atë asaj mund t'i shkatrojë zemrën. Po kjo fjalë po t'i thuaj babait, ndoshta nuk është do të ndikonte shumë tek ai. Pra, pikërisht respekti nuk është se do ta kush e di zot bosh. Respekti është kjo, që të dish sakrificën e saj, të vlerësosh botën e saj shpirtërore, ndjenjat të mëdha që ajo ka, që vetëm një nën mund ta. Prandaj nuk ka patur asnjë lloj, po themi, diferencimi të karakterit preferencial, sikur një është më e mirë se sa tjetër, diferencimet që ka bërë Zoti i ka bërë për të mirën e jetës njerëzore, për vazhdimsinë e kësaj jete. Dhe në këtë aspekt unë them që gratë janë më të privilegjuara, sepse nëse shpirti dhe zemra janë gjëra më e rëndësishme tek njeriu, Zoti e ka dalluar pikërisht nënën gruan me këtë botë shpirtërore, me këtë botë ndjenjash. Imagjino sikur familjeve, fëmijëve, njerëzimit t'i mungoj dashuria e nënës, t'i mungoj dashuria e motrës, t'i mungoj ajo butësia dhe mshuria e bashkëshortës. Si do të ishte gjendja e njerëzve? Do të thënë, është e vërtetuar, fëmijët që janë rritur pa dashurinë prindërore, sidomos pa dashurinë e nënës, ka një privim shumë të madh në jetën e tyre.